fajtorja jam unë, sepse po bëj atë që bëj çdo vit faktikisht edhe bëjnë shumë familje këtu në zonë, po digja Oxhakun. Zgjodha ndoshta momentin e gabuar. Mendova që ta bëj këtë punë edhe pastroj edhe shtëpinë edhe kur vinë fëmijët dhe bashkëshorti çdo gjë do jetë në rregull. Në një moment më doli jashtë kontrolli dhe papritur shtëpia shpërtheu në flak. Si reagoi bashkëshorti, familje? Unë kam kuptuar që kam një bashkëshort fisnik edhe fantastik. Nëse kam bërë ndonjëherë zgjedhjen e dur në jetë, një më e mira ka qenë që kam gjetë atë, sepse gjatë gjithë kohës më jep kurajo, më kthem mbrapa dhe më thotë që ti ishe që e bëre do ta bësh prapë, domethënë ku është problemi. Tek vajzat u ndjeva pak shumë e pikëlluar, sepse kur erdhën nga shkolla ishte edhe momenti që shtëpia ishte totalisht në flak, kishim ngelur vetëm me rrobat e trupit. Momenti i parë që zbritën në fermë, panë shtëpinë e tyre në flak, kishim punuar beharit, unë kisha dhënë dhe rrogë, u ikën kushtimet, kujtimet.